Kur na ndajnë 3 ditë nga zgjedhjet parlamentare me urdhër të SPAK, ndalohen 4 persona në Shkodër. Operacioni i parë i këtij lloji që në fokus ka parandalimin e krimeve zgjedhore. Byroja Kombëtare e Hetimit ushtroi kontrolle në disa zona të qytetit verior, konkretisht në Malësi të Madhe, Barbullush, Bushat, Mje dhe Vau i Dejës. Ndërkohë, kryeprokurori i SPAK Altin Dumani zbarkoi në terren në këtë zonë. Situata e tensionuar politike e ditëve të fundit dhe denoncimet e disa kandidatëve për shitblerje votash dhe trysni ndaj votuesve kanë vënë në lëvizje prokurorinë speciale. Drejtuesi i SPAK Altin Dumani zhvilloi edhe në Lezhë një takim me task forcën për krimet zgjedhore. Ndërkohë, kontrolli janë bërë më herët edhe në Elbasan. Sot SPAK publikoi një bilans të përditësuar të dhënave për krimet elektorale. Numri i kallëzimeve është rritur nga 3 ditë më parë, e në total kjo prokurori ka administruar 123 materiale, nga të cilat për 35 janë çelur procedime penale.